Shqipëria vlerësohet se ka angazhim intensiv në parandalimin e korrupsionit në qeverisjen qendrore dhe forcat e policisë. Raporti Greco e vlerësoi shkëlqyer vendin në nismat e drejtpërdrejta të ndërmarra në këtë drejtim. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria e tij do të vijojë mbështetjen edhe për SPAK-un dhe institucionet e tjera të drejtësisë së re. Në sistemin e drejtësisë jemi akoma në epokën e gurit. Zhvillojmë intervista në prokurori edhe në polici, në fakt. Pa audio dhe pa video, është një nga gjërat që duhet korrigjuar me urgjencë dhe ne do ta korrigjojmë patjetër duke vazhduar ta mbështesim fuqimisht sistemin e drejtësisë, SPAK-un, gjykatën, GKK-on dhe gjithë institucionet e tjera të reja të krijuar nga reforma në drejtësi. Ndërsa Ministre e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adea Pirdeni, vlerësoi se janë përmbushur 75% e rekomandimeve të lëna për parandalimin e korrupsionit, por tha se do të ndërmerren nisma të tjera në këtë drejtim. Parandalimi nga ana tjetër matet pikërisht me numrat e rasteve që nuk ndodhin fare, pikërisht sepse sistemi është konsoliduar në atë mas që synon të parandaloj çdo lloj gabimi njerëzor të paqëllimshëm, por qoftë dhe raste të abuzimit me detyrë. Shqipëria është vlerësuar që ka ngritur në mënyrë kapilare një sistem të vlerësimit të rrezikut të integritetit të gjitha ministrit. Kryeministri përgjigjëstroi të gjitha deklaratat, sipas të cilave Komisioni Evropian ka bllokuar procedurat e mëtejshme të integrimit të Shqipërisë. Shumë shpejt ne do të vazhdojmë me hapjen e kapitujve të tjerë, ndryshe nga çfarë është thënë ditët e fundit në pasqyrat e kënetës mediatike.